Pas Shkodrës dhe Laçit ka nisur puna për lirimin e një tjetër hapësire publike në Vlorë. Hapësira të tilla të përdorura prej vitesh si pika grumbullimi për mjetet e sekuestruara apo të konfiskuara po kthehen në shërbim të qytetarëve. Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu pa nga afër procesin së bashku me ministrin e Mbrojtjes Piro Vëngu, kryeadministratorin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, Risena Xhaja, nënkryetarin e Bashkisë Vlorë dhe drejtorin vendor të policisë. Këtu jemi në zonën e Nartës, është një nga 24 pikat e bllokimit në të gjithë vendin që policia e shtetit përdor për të gjithë mjetet, automjetet e konfiskuara dhe të sekuestruara. Në fakt që prej fillimit të muajit shtator, së bashku me Agjencinë e Administrimit dhe të Pasurive të konfiskuara dhe sekuestruara, kemi nisur një fushat, do ta quaja, mbarkombëtare për të pastruar të gjitha këto pika, të cilat zënë një sipërfaqe të konsiderueshme në të gjithë territorin e vendit, për t'i sistemuar, për të seleksionuar të gjitha ato motomjete apo automjete të cilat aktualisht kanë prej vitesh të depozituara, ja siç mund ta shikoni janë komplet jashtë funksionit. Agjencia në fakt gjatë këtij muaji ka bërë një punë të lavdërueshme duke seleksionuar edhe duke evidentuar të gjitha motomjetet që ndodhen në këto pika, duke i ndarë ato që janë për scrap, ato që janë si prova materiale dhe janë të detyrueshme për të mbajtur nga policia e shtetit, dhe të gjitha ato automjete që ndoshta mund të jenë në përdorim dhe të cilat nëpërmjet një plani që agjencia ka hartuar do t'i shpërndahen institucioneve publike për t'u përdorur prej tyre. Procesi po zbatohet në të gjithë vendin në bashkëpunim mes Policisë së Shtetit, APSK-s, Drejtorisë së Rezervave Materiale të Shtetit, bashkive dhe institucioneve të tjera me qëllim lirimin e hapësirave të bllokuara, pastrimin e mjedisit dhe rikthimin e tyre për përdorim publik. Do duhet të themi në fakt që këto pika apo vende bllokimit përdorura nga policia e shtetit janë sipërfaqe të konsiderueshme që shpesh herë krijojnë dhe problematika për komunitetet, duke u kthyer edhe në zona të pasigurta. Kështu që për në vijim të këtij aksioni, pra të pastrimit të këtyre sipërfaqeve, ajo që jemi duke bërë është që t'i shndrojmë këto zona në zona jo vetëm të pastra, por dhe zona të cilat mund t'i përdorin fare mirë pushteti vendor për të hartuar plane zhvillimi, për t'i kthyer komuniteteve në zona kënde lojrash apo argëtimi për fëmijët, por jo vetëm, edhe për t'u përdorur nga institucionet publike për qëllime apo për interes publik. Pikat e bllokimit të përdorura nga policia e shtetit janë sipërfaqe të konsiderueshme që shpesh krijojnë edhe problematika për komunitetet duke u kthyer edhe në zona të pasigurta. Kryeadministratorja Xhaja informoi se qarku i Vlorës ka 8 pika grumbullimi të mjeteve rreth 5 muaj është përllogaritur procesi largimit të tyre.